If you're learning Albanian, or if you already understand a little bit, but you still struggle to actually speak, you're in the right place. Today I'm going to do an exercise that is going to completely change your life. Welcome back to Albanian Mornings with Elisa, and if you're new here, përshëndetje, unë jam Elisa. In this channel, I try to explain everything about learning the Albanian language. So I try to put different tricks, exercises, explanations to help you speak faster and to be more fluent. In my last video, I said how important it is to balance inputs and outputs. So today, I'm going to show you the perfect exercise to actually practice with both of them. We'll do a shadowing practice. So how does it work and what is it useful for? First of all, this is for everyone who struggles speaking, who struggle to actually sound like native when they speak. So it really helps you with pronunciation and also with fluency. So you already speak a little bit Albanian and you want to actually get to the next level and be more fluent, this is a perfect exercise for you. Or if you are just starting Albanian, so if you know some basics, if you are still learning, if you are still at the beginning and you want to actually start and speak already all the things that you are learning, this is also the right exercise. I would suggest, I cannot suggest more this kind of exercise. I used to do it with every language I learn, so I know it works. Without losing time, let's start. First thing you have to do is listen to me reading this text. Only listening, you don't have to speak. The second round is going to be the round that you will actually pronounce things after me. So I'm going to read a phrase or a part of the text. You have to wait until I finish, and then you have to actually pronounce it by yourself. And then the last round, that is actually the real shadowing, is going to be the one where you have to speak in the same exact moment as me. You have to copy my way of speaking, my expressions, my way of actually saying words in Albanian. So this is, let's say, the main goal of shadowing. If you mess up, if you skip words or phrases, it's okay, don't worry, it's more than normal at the beginning. Shadowing isn't about perfection, it's about consistency, remember. So, let's start. Të flasësh për motin duket e mërzitshme, por në fakt është më e rëndësishme se sa duket. Imagjino, je ulur në një kafene. Personi pranë teje buzëqesh dhe thot: "Ç'ko e keqe sot, apo jo? Sot në mëngjes kishte diell dhe tani filloi shiu papritur." Një koment i thjeshtë si ky shpesh hap një bisedë të këndshme. Madje mund të çojë edhe në një njohje të re. Moti nuk është vetëm një temë për të folur. Është një mënyrë e lehtë për të nisur biseda, për t'u afruar me njerëzit dhe ndonjëherë edhe për të treguar si ndihemi. Të gjithë kemi pasur atë moment ku shohim qielli ngri dhe mendojmë për ditët me diell. Ose kur në dimër ëndërrojmë një ditë në bregdet. Edhe ndryshimet e motit e bëjnë bisedën interesante. Shiu i verës, bora e parë, ditët me erë të fortë. Kështu që herën tjetër, kur dikush të flasë për motin, shikoje si një mundësi të vogël për të krijuar një lidhje. Sepse shpesh, pikërisht nga këto biseda të thjeshta, lindin momentet më të bukura. Second round, you have to listen and repeat after me. Të flasësh për motin duket e mërzitshme, por në fakt është më e rëndësishme se sa duket. Imagjino, je ulur në një kafene. Personi pranë teje buzëqesh dhe thot: "Ç'ko e keqe sot, apo jo? Sot në mëngjes kishte diell dhe tani filloi shiu papritur." Një koment i thjeshtë si ky shpesh hap një bisedë të këndshme, madje edhe mund të çojë në një njohje të re. Moti nuk është vetëm një temë për të folur. Është një mënyrë e lehtë për të biseduar, për t'u afruar me njerëzit dhe ndonjëherë
edhe për të treguar si ndihemi. Të gjithë kemi pasur atë moment kur shohim qiellin ngri dhe mendojmë për ditët me diell. Ose kur në dimër ëndërrojmë një ditë në Bregdet. Edhe ndryshimet e motit e bëjnë bisedën interesante. Shiu i verës, bora e parë, ditët me erë të fortë. Kështu që, herën tjetër, kur dikush të flasë për motin, shikoje si një mundësi të vogël për të krijuar një lidhje. Sepse shpesh, pikërisht nga këto biseda të thjeshta, lindin momentet më të bukura. Listen and repeat with me in the same exact moment. Të flasësh për motin duket e mërzitshme, por në fakt është më e rëndësishme se sa duket. Imagjino, je ulur në një kafene. Personi pranë teje, buzë qesh dhe thot: "Ç'kohe keqe sot?" Apo jo, "Sot në mëngjes kishte diell dhe tani filloi shiu pa pritur." Një koment i thjesht si ky shpesh hap një bisedë të këndshme, madje edhe mund të çojë në një njohje të re. Moti nuk është vetëm një temë për të folur. Është një mënyrë e lehtë për të nisur biseda, për t'u afruar me njerëzit dhe ndonjëherë edhe për të treguar si ndihemi. Të gjithë kemi pasur atë moment kur shohim qiellin ngri dhe mendojmë për ditët me diell, ose kur në dimër ëndërrojmë një ditë në Bregdet. Edhe ndryshimet e motit e bëjnë bisedën interesante. Shiu i verës, bora e parë, ditët me erë të fortë. Kështu që, herën tjetër, kur dikush të flasë për motin, shikoje si një mundësi të vogël për të krijuar një lidhje. Sepse shpesh, pikërisht nga këto biseda të thjeshta, lindin momentet më të bukura. Okay guys, I hope you enjoyed this video. This was all for today and I'm gonna see you in the next one. Bye!